Përshëndetje miq, këtu nga Vrima e Llogoras, që kujtohet vitin e kaluar, e kish disa nga ju që ish mos besus, po e mbani mend se qa feste e madhe sa këngë e valle popullore, e kryeministri, e ministria, e gjithë të tjerët kishin ardhur inauguronin. Ka qenë shtator që është mbyllur. Ju thash që do mbyllet kjo. Kush nuk e mba mendja, tua kujtoj çik disa pamje të asaj feste të madhe që u bë vjet këtu te tuneli i Llogoras, që gëzuan të gjithë. Sipas stilit komunist, Enver Hoxha duke takuar popullin. Këngë e valle ka plasur, kënga polifonike, vetëm që nuk ja kanë kushtuar Enverit të ri Edi Ramës, por nuk mjafton dhe kaq, që është tër festivali Gjirokastërës. Kalon grupi tjetër këtu me një këngë të bërë të re, posaçërisht për tunelin që do mbyllet pas pak. Dhe kjo çingia si në xhmia me fëmijë vegjël në krah, me këto pamje të turqshme, me këtë propagandë komuniste. Dhe kënga vazhdon dhe Rama dhe çingia dëgjojnë dhe qeshin të lumtur. Ju thash që do mbyllet kjo dhe që në shtator ndoshta do bëhet inaugurim tjetër. Prap do kemi këngë valle, prap do kemi kryeministrin, prap do kemi atë ministren Balluku dhe shiko këtu, ka gjithë tho muaj që është mbyllur. Kjo është Vrima që është në përpjekje për të bërë tunel. Sa inaugurime do bëhen? I dyti po njerë, po mbase shpresoj mos kemi 3-4.